Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Eptaderm, Luna Farm, Naturmel, Nika Farm, Italmed, Organic, Rilastil. Përshëndetje, jemi së dashur të vlogës dhe nisë po takojmë në sezonin e dytë të podcastit. Sezonin e dytë do ta fillojmë me një nga lëmit e cila shumë aktuale për sezonin, që janë alergjitë. E ftuara unë për sot për me bisedu më gjithësisht për këtë çështje është doktoresha Greta Begolli Stavileci, specialiste e alergologjisë dhe imunologjisë klinike. Greta, mirë se erdhe në Vlogcast. Shëndetje ta knacia është e imja. Greta, me qenë se është hera parë që kemi një specialiste të alergologjisë, nëse kemi mundësi me tregu pak më shumë se me çka merret saktësisht alergologjia me imunologji, ku lidhen këto dy fusha, çka i dallon? Atëherë, alergologjia dhe imunologjia janë realisht fusha pak më të reja të cilat janë shumë aktuale tashmë në fushën e mjekësisë. Alergologjia është një degë e cila merret me diagnostikimin, trajtimin edhe parandalimin e sëmundjeve alergjike. Ndërsa këto të dyja lidhen sepse të dyja e kanë bazën te sistemi imunitar. Sistemi imun realisht është sistemi mbrojtës i organizmit tonë. Edhe sistemi imunitar e ka për obligim që realisht me na mbrojt neve si prej patogjenëve që na rrethojnë, por njëkohësisht edhe me i mbrojt organizmin prej qelizave të vetë dëmtuara të organizmit, edhe në kushte normale me i mbrojt realisht organizmin nga dëmtimet e organeve të veta, nga mikroorganizmat e ndryshëm. Ndonjëherë ky sistem imunitar ka me dërtu në një forme dhe për atë munden me u shfaq sëmundje të ndryshme. Qysh dërshton sistemi imunitar, kemi të bëjmë me dy forma. Kemi të bëjmë me nëse sistemi imunitar ka me shfaq imunodeficienca apo deficite të lindura apo të fituara të cilat shfaqen gjatë jetës, apo edhe tek sëmundjet e thëndjeshmërisë. Çka kuptojmë me sëmundjet e thëndjeshmërisë? Që sëmundje ku sistemi imunitar ka me e shfaq një reakcion të tepërt, qoftë ndaj patogjenëve të jashtëm, siç janë viruset, bakteriet, mikroorganizmat të ndryshëm, apo edhe ka me shfaq një reakcion të tepruar ndaj vetë organeve të organizmit. Në rastin kur kemi të bëjmë me një shfaqje të reakcionin të tepër ndaj organeve të vetë organizmit, atëherë kemi të bëjmë me sëmundjet autoimune. Ku sëmundjet autoimune një prej më të shpeshta është Hashimoto apo sëmundja autoimune e gjandrës tiroide, ndërsa në rast se sistemi imunitar ka me shfaq një thëndjeshmëri ndaj mikroorganizmave të jashtëm apo partikulave që realisht ne nuk i shohim me sy, atëherë kemi të bëjmë me shfaqjen e alergjive të ndryshme. Është domethënë një sistem kompleks, i cili është i organizuar nga qeliza në ide të caktuara, ku secila prej tyre e ka rolin target për me mbrojtë realisht organizmin tonë. E çka ndodh në organizëm gjatë shfaqjes një reakcioni alergjik? Atëherë, në momentin e parë, kur kemi të bëjmë me një kontakt direkt me një patogjen, realisht që nuk kishte me qenë patogjen për të gjithë njerëzit, po tek individët e caktuar, një partikull, një polen për shembull, ose pluhur, ose një lloj ushqimi i caktuar, shfaq një reakcion. Në kontaktin e parë nuk kemi me pas realisht simptoma hiç. Po, në kontaktin e dytë, organizmi jonë vetë është i sensibilizuar për atë partikula apo për atë polen, që në organizmin tonë me shfaq një reakcion të tepruar. Çka ndodh? Simptomat të cilat shfaqen tek alergjit janë të ndryshme pavarësisht se çfarë lloj të alergjisë kemi. Pasi që ne i ndajmë alergjit në alergji inhalatore, alergji ushqimore, alergjit nga thumbimet e insekteve të ndryshme, medikamentoze, nga kemikalet të ndryshme. Tash pavarësisht se cili lloj alergjisë është i shfaqur, atëherë kemi të bëjmë edhe me shfaqjen e simptomave. Në rast se kemi të bëjmë me simptomat me alergjit inhalatore, atëherë simptomat më të shpeshta janë skuqje, lotim, kruarje e syve, kruarje bllokim e hundës, tështima të shpeshta, prania e kollës, frymëzënie. Këto janë disa prej simptomave më të shpeshta të cilat shfaqen tek alergjit inhalatore. Për dallim prej alergjive ushqimore, të cilat shfaqen reaksione më sistemike. Që në kuptojnë, pasi që është konsumoni i ushqimit caktuar, atëherë fillon me enkjen apo edim, qoftë të buzës, të gjuhës, të syve, të rrugëve të frymarrjes, ndryshime në gjithë lëburën.
Gjithashtu e njëjta pak a shumë mekanizëm është edhe te alergjit në insekte, medikamente, ndërsa te alergjit në kemikate të ndryshme, atëherë shfaqen e ndryshime në lëkurë të cilat shfaqen si pasojë e kontaktit të rregullt me një alergjen të caktuar. Realisht alergjia është një smundje që nuk e ka të kufizuar vetëm një sistem që ka me shfaq simptome, por ajo i prek sistemin respirator, lëkurën, traktin gastrointestinal, të gjitha janë të ndërthurura mes vete që me shfaq realisht këto simptome. Cilat janë simptomat e traktit gastrointestinal, se ndoshta respiratorët dhe për lëkurën njerëzit kanë më shumë njohuri, po qysh me vret përmes traktit gastrointestinal që dikush është i ndihshëm në një substancë? Atëherë, duhet fillimisht me u bë dallimin mes të alergjisë dhe intolerancës, pasi që të dyja e kanë për bazë sistemin gastrointestinal. Për dallim nga sistemi nga alergjia ushqimore, te intoleranca nuk e kemi përfshirë në sistemin imun. Tek alergji, reaksionet janë shumë të vrodhshme tek alergjitë ushqimore, edhe janë të përcjellura me vjellje të vrodhshme. Me njëherë pas disa minutave realisht, pasi që konsumohet një ushqim në të cilin personi ka alergji. Për dallim nga intoleranca, në të cilën është e përfshirë vetëm sistemi gastrointestinal. Edhe kur është i përfshirë sistemi gastrointestinal, realisht simptomat fillojnë pas disa orëve, pasi që pacienti apo personi e ka konsumuar ushqimin e caktuar. Çka mundën me qenë simptomat të një intolerancë ushqimore, vështirësitë në përfitje, vështirësitë në tretjen e ushqimit, pastaj problemet me jashtëqitje apo konstipacion, diare të ndryshme të cilat paraqiten për një periudhë të caktuar. Ndërsa tek alergjia reaksionet janë shumë të vrodhshme dhe janë të menjëhershme pas konsumit të ushqimit. Krejt periudhat se deri kur kanë me u shfaq ato simptoma është në varëshmëri se sa është personi i sensibilizuar ndaj një alergjeni të caktuar apo sa e ka konsumuar atë. Në momentin që sa më shumë e konsumon atëherë pragu i ndjeshmërisë dhe realisht rritet. Edhe simptomat shfaqen në një periudhë shumë më të shpejtë. A ka alergjia në shkallë? Mundesh me qenë pak alergjik mesatarisht ose shumë alergjik, apo thjesht je alergjik? Nuk ka rëndësi. Në alergjinë e thonë je ose nuk je. Domethënë në momentin që person ka alergji, atëherë ajo alergji ka me përcjell gjithë jetën. Por edhe këtë po e them, pasi që alergjitë inhalatore kanë me na përcjell gjithë jetën. Alergjitë ushqimore janë një lloj alergjive që shfaqen te fëmijët, sidomos alergjitë në vezë dhe qumësht, të cilat janë alergji që e përcjellin fëmijën në një periudhë të caktuar dhe pas një periudhe ato përse sistemi imun realisht mësohet në një farë metode ato kalojnë. Po, alergjitë ushqimore në arrore për shembull, në fruta të detit, ato janë alergji shumë të fshehta, janë shumë të vrodhshme edhe e përcjellin personin gjatë gjithë jetës. Kështu që një person nëse shfaq një alergji në polen të ceke ose në pluhur shtëpi, atë ajo alergji ka me përcjell gjatë gjithë jetës. Unë një persona që e kam konsumu vezën krejt jetën edhe ndoshta mas moshës 40 vjeçare ju ka shfaq alergjia. Pse shfaqet, domethënë në moshë kaq vonë? Atëherë arrihet një prag. Arrihet pragu edhe thjesht te alergjia, sidomos në vezë që e përmende, janë disa forma të alergjisë në vezë. Është alergjia në vezën e tërë, alergjia në të bardhën edhe të kuqen e vezë. Edhe gjithashtu ka persona shumë që janë shfaqin reaksionet të alergjisë në vezën e tërë, të pa përpunuar ose vetëm vezën e zjerë, po jo të përgatitur me ushqimet e tjera, të përpunuar realisht. Kështu që kjo varet, po njëkohësisht është edhe deri kur arrihet pragu. E njëjta si për te veza, duhet edhe me medikamentet e ndryshme. Si medikamentet analgjetikët e ndryshëm, ashtu edhe me antibiotikët e ndryshëm. Një person ka mujt krejt jetën me marrë një antibiotik ose një analgjetik të saktuar, derisa është arrit një prag. Edhe në momentin që arrihet pragu, atëherë ka me shfaq personi vetëm simptoma. Kur është momenti që një person me ditë me u drejtu te alergologu, dhe pse ndoshta orientimi fillestar është mjeku i specialisti i mjekësisë familjare që orienton, po nëse don direkt me shku një person ose kur është ai moment që me thonë sa është për shkoj te alergologu? Atëherë, në rast se personi ka simptoma e njëjta për disa vite me radhë gjatë një periudhe të caktuar kohore të vitit, që janë më të shpeshta për shembull në pranverë, ka krumje të syve, dështima të shteshta, krumje apo rrjedhje të hundës, edhe thjesht në vitet e mëhershme i ka tejkalu
si rrugë pranverore na e quajmë. Atëherë, në rast se ajo periudhë po paraqitet ditë pas dite, atëherë duhet me hulumtu nëse kemi të bëjmë me një alergji. Edhe mundet pacienti marrë direkt tek alergologu që me u bo realisht teste edhe me u gjetë shkaktari. Në rast se kemi të bëjmë me një alergji ose jo. Pastaj, kur mundet marrë te alergologu? Në rast se te ka një kohë e cila po i zgjatë ma shumë se zakonisht. Po trajtohet për atë kohë, po realisht progres të shërimit nuk po ka. Një kohë zgjatur ma shumë se zakonisht, atëherë duhet që të mendojmë për një alergji të mundshme. Pastaj edhe në rast se kemi të bëjmë me marrjen e medikamenteve, shfaqjen e reaksionit, do të thonë ato krejt janë që kërkojnë një mendim të alergologut në formë të detyrueshme. A janë alergji trashëguese? Nëse kam pas prenda, është patjetër që kam pas fëmijë ose a e rrit predispozita për me pas? Realisht po. Faktori gjenetik është vula për bartjen tek fëmiu. Në rast se një fëmijë ka njërin prind me një lloj alergjie, atëherë diku rreth 20 deri në 40% është mundësia që edhe fëmiu të trashëgoj. Në rast se të dy prind janë me alergji, atëherë kjo përqindje shkon diku deri në 70%. Është mirë që prindrit, sidomos të cilët vuajnë të dy prindrit ka një alergji, sa ma herët edhe nëse fëmiu nuk ka simptoma, me përjashtu në rast se ka bërë një prej gjeneve që thjesht ka me shfaq alergjin ose jo. Sa ma herët fillon trajtimi, komplikimet afatgjatë për sëmundje ka me qenë ma të vogla. Sa ma shumë që shtyhet, atëherë progresi i sëmundjes ka marrë deri në një pikë që dëmtimet ka me qenë të paktyshme. Në çfarë forme bëhet trajtimi në këtë rast? Çka më i bo fëmijës që hala nuk është faqe alergjia, apo po dyshon mas se ka frym? Atëherë testet janë, domethënë testet vizita, kryerja e testeve, normal në bazë të simptomatologjisë. Në rast se Me i shmarrë. fëmiu nuk ka ende asnjë simptom, atëherë krejt çka i bojmë na është, për shembull, nëse prindri vuan nga alergjia në pluhur. Atëherë lodrat, për shembull, arushpellushat, këto janë disa për shkak që pluhuri i shtëpisë është një metenat që krejt e mendojnë pluhurin mbi tavolinë, realisht. Realisht pluhuri i shtëpisë, ne themi si pluhuri i shtëpisë, po është një mikroorganizëm shumë i vogël që rrin sante të leshta. Edhe shmangja nga lodrat me arushpellush, mos kontakti me tepiha shumë trash, pepet e trasha, domethënë sendet e leshta, ato munden me qenë një prej provokuesve direkt tek fëmia që ka një predispozit. Gjithashtu që ka është shumë e rëndësishme për një këshill edhe realisht për prindërit se sot po mundohemi gjithë me zhvillu një jetë sa sterile. Çka në kupton me jetën sterile është që nuk po i lojmë realisht fëmijët që me lujt në përparqe, nuk po i lojmë me lujt në dhe, nuk po i lojmë lodrat e ndryshme me blej. Realisht mikroorganizmat që gjenden në dhe janë mikroorganizma shumë të dobishëm, të cilët i ndihmojnë qelizave tona, qelizave të cilat janë shpërgjithëse për shkaqin e alergjive, qelizave të rregullatore, për me u maturu edhe me na parandalu një alergji. Është e domosdoshme që prindrit t'i lënë fëmijët e tyre mos të rriten në një ambient steril. Momentin që na kemi me lënë një fëmijë mos me ra në kontakt me lodra të jashtme, mos me ra në kontakt me mikroorganizma që janë të dobishëm për fëmijën, atëherë na realisht kemi me shkaktu një dëm të fëmijës. Çka tjetër duhet është pasurimi i ushqimit, jo ushqimet procesume. Domethënë këto janë këshilla që prindi realisht direkt mundet me ndiku tek fëmia. Edhe ushqimet sa ma të pasura me fibra, ushqimet sa ma të pasura me të fermentuara, kefirin, kose pasi që të gjitha këto përbëjnë në vete mikroorganizma të cilët realisht, sidomos te fëmijët, ndikojnë direkt në mikrobiomën e zorëve edhe në rritjen e imunitetit të tyre, pasi që stimulohen mbrojtje edhe nga jashtë. Kështu që krejt çka është e nevojshme për prindërit me bo, me i shmang kontaktet me arusha, mos me i mbajt fëmijët e mbyllur në ambiente, me i lon ata realisht sa ma shumë me lujt në ambiente të hapura, në kopshte me shok, me ushqimin. Me pas mirë edhe normal edhe mandej në rast se shfaqen simptomat atëherë gjithsesi me u shfaq.
E përmendi që ekzistojnë disa lloje të alergjive. Cilat janë alergjitë më të shpeshta që ki kontakt ti personalisht në punën e përditshme dhe a ka ndonjë lidhje lloji alergjive me lokacionin ku jeton? Për shembull, a kena na në Kosovë ndonjë lloj të alergjisë që është më i shpeshtë se te marrim në Norvegji, sa është klim tjetër. Po, atëherë kontaktin më të shpesh me pacientët e kemi sezonën e pranverës, pasi që simptomat janë pak më bezdisë, edhe të gjithë pacientët drejtohen për atë arsye tek mjeku. Realisht tek vendet urbane sot shumë ma shumë kemi alergji të cilat po shfaqen në polene, krahasuar me fshatra, se në fshatra realisht po bëhet desensibilizimi, edhe pse shumë pak ka mbet. Po në vendet urbane realisht një po ndikon shumë ndotja e ambientit, edhe dy mos kontakti me xheprim. Ndotja e ambientit, prania e CO2-shit e grimcave të dëmshme, po e bën që me ndiku direkt në sistemin tonë respirator, me bo sistemin tonë respirator shumë më të ndihshëm ndaj poleneve, po njëkohësisht po ndikon ndotja edhe në bimat pak apo drunjt që i kemi, që me e ndryshu edhe ato formën, edhe me qenë thjesht më agresive. Kështu që në vendet urbane shfaqja alergjive në polene, në barjo, shumë më shpesh se sa në fshatra. Vendi jonë njihet për alergjinë pranverore realisht na e ndajmë në 3 periudha, pasi që alergjia pranverore nuk fillon vetëm në muajin prill edhe maj. Realisht prej fundit muajit shkurt kemi vetëm fillimin e polenizimit të drujve të lartë. Ahu, lajthia, edhe pas atyre pastaj fillon polenizimi i barit, muajin prill maj. Kjo periudha e polenizimit të barit, bari, drifra, do të thonë të gjitha që rriten nga toka. Periudha e polenizimit të barit është një periudhë që zgjat pak më shumë. Edhe për shkak që zgjat më shumë, pacientët realisht kanë pak më shumë simptoma, edhe është më agresive. Prej muajit fundit prillit, muajit maj deri në fund muajit kush gati e kemi periudhën e pranisë së polenit të barit, ndërsa në muajin shtator vetëm i kemi praninë e shkurrëve. Domethënë, edhe sezonën pranverore ne realisht e ndajmë në 3 periudha kohore. Mas muajit shtator, tetor realisht, pastaj ajo fillon sezona e pluhurit shtëpisë. Çka në këtë periudhën e poleneve, pacientët më të shpeshti drejtohen për ndihmë. Edhe kjo është periudha që kemi më shumë të raste edhe pacientët domethënë kërkojnë ndihmë. Me qenë se po vjen vera tash dhe njerëzit kanë me fillu edhe me qenë ma shumë jashtë në diell përveç se plazhit, se edhe në jetën e përditshme kanë kontakt me diellin, ka person që janë alergjik në diell. Edhe një pyetje shumë e shpeshtë është a muj me rrit dozën e ilaçit edhe mu lyqon me mujt me u ekspozu në diell. Domethënë, a mundet njëri kur merr terapi me pas mandi kontakt me qatë stimulusin që ja shkakton alergjisë edhe me jetu normal? Po, patjetër, njëjta si për diell vjen edhe orpolene. Çka rekomandohet? Rekomandohet para ekspozimit në diell ose përpara pushimeve na i rekomandohet që pacienti me fillu me marrë terapinë. Terapinë e marrin medikamente, terapi orale apo sistemike, krahas mbrojtjes. Po kjo nuk do të thotë që pacienti me u ekspozu direkt në diell. Terapia ka me mbrojt që me e zbut simptomat dhe thjesht mos me pengu pushimin, po ekspozimi direkt në diell çdo herë ka një rrezik. Ne u thonë më rrezik. Shon direkt në diell. Mundet më u rrezik, po çdo herë ka riskun që ka me ju shfaq simptome. Në kohë më të shkurtë ose më periudha më të shkurta, kurse është shumë mbrojtje, po. Mbrojtja përveç aplikimit domethënë të terapisë medikamentoze, aplikimi kremave të ndryshme, ne i rekomandojmë kapelen, syze që thjesht të jenë të mbrojtur prej rrezeve direkte. E njëjta vlen edhe për polena. Çdo herë rekomandohet që përpara fillimit të sezonës, në rast se je diagnostikuar me një lloj të alergjisë, përpara fillimit të sezonës, me fillu marrjen e terapisë. Marrja e terapisë përpara fillimit të sezonës ndikon direkt në cilësinë tonë të jetës. Pasi që nuk mundemi çdo herë me i shmang realisht të gjithë alergjenët që na rrethojnë. Edhe nuk mundesh me shmang punën ndoshta. Nuk mundet fëmiu me shmang shkollën ose aktivitetet e përditshme. Çka na mundohemi është me rrit cilësinë e jetës. Edhe cilësinë e jetës na mundohemi me rrit përmes aplikimit apo ordinimit të terapive të ndryshme. Në momentin që kemi me ordinu terapi, atëherë ka me kry rutinën ditore me ma pak simptoma,
po që mbrojtja gjithmonë duhet me qenë prezente. Mu në përgjithësi janë shumë keq për njerëz që kanë alergji në diell edhe në pluhur. Se janë dy elemente që është shumë vështirë me i shmang. Edhe qysh për me jetu normal, kështu me pas një cilësi të lartë tjetës, mu ka dopë që është nështë pjesa ma e vështirë, se kur ja alergjik në ushqim nuk e hanë, kur ja alergjik në një ilaç thjesht nuk e merr që ata, ama dielli është çdo ditë prezent ose okay edhe poleni është në një periudhë, po në momentin që fillon gjelbrimi krejt njerëz kanë shumë qef me dalë në natyrë dhe shumë mu ka dopë që është shumë vështirë me menaxhu, po besoj që me terapi dhe me kujdes shtum, muj mi shiju edhe ata. Se janë dy elemente që nëse i shmang, realisht jetu hup një pjesë shumë të bukur tjetër ose një pjesë shumë të bukur të natyrës, kështu që për që ata shumë kisha pas qef që ata njerëz me mujt me menaxhu shumë mirë edhe me mujt me shiju se dy elemente shumë të rëndësishme edhe për lumturinë edhe për shëndetin mendor, domethënë që ato dy hapësira janë që ndoshta njërin e lumturojnë kështu gjatë vitit, se shohëm prej gjumit organizmi kur janë pranvera dhe gjithçka është shumë ma mirë, po shumë përgjithësi gjithmonë domethënë që ata njerëz më kanë ndihmuar mas shumë tepër. Realisht ne sot e rekomandojnë shumë edhe imunoterapinë specifike kundrejt një alergjeni. Çka bën imunoterapia? Imunoterapia realisht alergjenin ka me ta injektu në organizëm në formë të kontrolluar. Edhe ka me mundsu që me e arrit një desensibilizim. Edhe çka nënkupton ky desensibilizim? Që në momentin që ti ke me dalë në natyrë, në periudhën e barit, për shembull maj qershor, nuk ke me pas simptoma qysh ke pas para marrjes së imunoterapisë. Pse realisht mundohemi me bo një riedukim të sistemit tonë imunitar që thjesht me u mësu që ky alergjen nuk është armik për organizmin tonë. Edhe përmes marrjes edhe gjithashtu të imunoterapisë, përveç zvogëlimit simptomave dhe rritjes kualitetit të jetës, parandalohet edhe progredimi i smundjes drejt një astmës alergjike. Sepse shumë shpesh pacientat mërsiten se një alergji duhet mu trajtu në baza vjetore. Edhe mërsiten dikur e lojnë, le, nuk po du mu me trajtu. Edhe çdo kalim i sezonës pa u trajtu edhe çdo progredimi simptomave, atëherë ka me shku drejt një smundje që është e pakthyeshme. A ka lënë çdo alergji si përfundim në astmë? Jo. Vetëm respirator. Alergjitë respiratore kalojnë janë edhe është një lloj alergjisë te aspirina që lidhet domethënë që është një sindrom me astmën, me aspirinë, por që kryesisht alergjitë respiratore kalojnë, sepse është i prekur trakti respirator. Edhe çka mundohemi na është që simptomat me ndalë në pjesën e sipërme të traktit respirator. E ceka me teshtim, lëftim këtu. Momentin që kemi me pas një koll, një frymëzanie, zgjim gjatë natës për shkak të ngulfatjes, atëherë duhet me mendu që diçka është të ndodhur edhe në pjesën e poshtme të traktit tonë respirator. Lëkura a jap gjithmonë simptoma kur ka lënë organizmi një alergji apo mundet me ndodhë mos me pas simptoma? Zakonisht janë të shfaqura ndryshimet tek alergjitë edhe në lëkurë, pasi që qelizat që janë përgjithëse për me na sinjalizu për një alergji gjenden edhe në lëkurë. Këto janë lirohen domethënë prej qelizave prej bazofile me mastociteve, lirohet histamina që është mediatori kryesor i alergjisë edhe mundet me shfaq pastaj edhe ndryshime në lëkurë. Ndryshimet në lëkurë munden me fillu prej kruarjes më intensive, ndryshime të ngritura realisht në lëkurë, pastaj oajtja e lëkurës, krimi i qarjeve të lëkurës për shkak të dëmtimit të barierës. Krejt këto janë shenja që lëkura na tregon që po ndodh diçka realisht mbrenda. Unë e them, jo edhe çdo ndryshim lëkurë mundet me qenë alergji, po çdo ndryshim që po ndodh në organizëm ka më u shfaq përmes lëkurës. Edhe një infeksion viral, një bakterie, përmes lirimit të toksinave realisht brenda të organizëm, ka me stimulu qelizat tona që me liru mediator, siç e ceka histaminën, edhe me shfaq ndryshim lëkurë. Por pastaj në bazë të anamnezës, në bazë të ekzaminimeve laboratorike, atëherë bëhet dallimi nëse kemi të bëjmë me një infeksion viral, bakterial apo në një alergji. Sa janë të rrezikshme alergjitë ushqimore? A mundet me vdek njëri nëse nuk trajtohet edhe sa kohë ka një person nëse ju ka shfaqur një alergji në ushqim për me shku te mjeku dhe me intervenu? Sa është ajo periudha? Atëherë alergjitë ushqimore realisht me herën e parë nëse konsumohet një ushqim, e ceka nuk shfaq reaksion.
varet nga sasia që ki konsumu edhe sa ta herë është që po të shfaqet reaksioni. Është mirë që mbas shfaqjes së simptomave, pas konsumit të një ushqimi të caktuar, me u bë teste, edhe thjesht me u eliminu apo me e largu prej dietës ushqimin e caktuar. Alergjitë ushqimore nuk janë shumë të vëllshme, munde me jap afat me shku deri te mjeku. Çka realisht është interesant është edhe që shumë shpesh polenet të caktuara japin simptoma si të alergjive ushqimore. Realisht nuk ki alergji ushqimore, po ki alergji në një polen të caktuar. Po pjesë përbërëse, për me qujt ma kuptueshëm të një poleni janë të njëjta me një ushqim të caktuar. Për shembull, konsumi i mollës. Ose alergjia në pluhën shumë shfaq reaksione edhe me ushqime të detit, fruta detit, kakaleca. Realisht këto janë reaksionet kryqësume të cilat na ndodhin. Po, reaksionet e alergjisë në ushqime japin afat mjaftueshëm që pacienti më u drejtu tek personeli mjekësor, ishte ambulanta më e afër. Alergjitë më të rrezikshme janë alergjitë në thumbim të insekteve, realisht tek thumbimet e pletëve, edhe alergjitë e marrjes së medikamenteve intravenoze, pasi që hyn direkt në qarkullim të gjakut. Edhe aty duhet reagim shumë i shpejtë i stafit mjekësor me terapinë kundër alergjisë. Edhe për atë terapi intravenoze zakonisht rekomandohet që më marrë në institucione shëndetësore. Në mbikëqyrje. Në mbikëqyrje të personelit mjekësor. Pasi që e cika ma herët që ndoshta ki marrë krejt jetën një antibiotik ose një analgetik caktuar, edhe në një moment të caktuar ka me u arrit pragu edhe ka me shfaq një reakcion. Janë reakcionet që ndodhin brenda disa sekondave deri në 1 minutë. Edhe mundet me qenë reakcione deri në anafilaks. Do të thonë reakcione qaq fuqishme me humbje të vedijes, me shfaqjen e hipotensionit, momentin që kemi hipotension, atëherë komplet qarkullimi i gjakut është i çrregulluar, edhe aty hyn në një cikël që prej sistemit sistem prekën, truni, zemra, komplet do të thonë besin pa oksigjen realisht në një farë forme. Edhe është i gjenë një jetë kërcënuese. Alergjitë ushqimore, alergjitë inhalatore mas pak, po pastaj alergjitë ushqimore, më të rrezikshme janë alergjitë në medikamente edhe alergjitë nga fumbimi i insekteve. Çka është realisht anafilaksa dhe me çka trajtohet? Atëherë anafilaksa është një gjendje jetë kërcënuese, e cila ndodh brenda disa sekondave deri në minuta, ku pacienti ka rënë kontakt me një alergjen, i cili ka shkaktuar një kolaps realisht të tërë organizmit, e cila rezulton me hipotension, me kolaps cirkulator, me rënje të saturimit. Pastaj janë komplet të më thonë kaskada e përkeqësimeve që ndodhin brenda organizmit të njeriut. Tek pacientët të cilët vetëm një herë kanë pësuar një anafilaks apo reaksion shumë të fuqishëm alergjik, i cili nuk te kalohet vetvetjo, pa administrimin e apo trajtimin adekuat kundër alergjisë. Atëherë te këta pacient realisht ne e rekomandojmë çdo herë mbajtjen e terapisë kundër alergjisë, realisht është adrenalina, ajo që neve na është jetë shpëtuese për këta pacient. Te pacientët të cilët kanë alergjinë në thumbin e pletëve, është e domosdoshme mbajtja e adrenalinës vetinjektuese, apo më shumë e cila njihet si EpiPen. Edhe pacienti i cili realisht pasi që është thumbu prej bletës, e vren veten që nuk po fillon me u ndi mirë, atëherë e vetinjekton, por në gjilponës është shumë të vogël ajo, e vetinjekton adrenalinën edhe thjesht e parandalen qatë kalimin në anafilaks. Në një gjendje e cila duhet patjetër që me e marrë një trajtim sa më adekuat dhe sa më të shpejtë. A kthehet një person i cili ka kaluar shok anafilaktik në gjendje jetë normale, a lën pasoja afatgjata? Varësisht krejt prej periudhës së intervenimit. Kemi raste kur ka shkaktuar një, domethënë, hipotensioni nuk e ka furnizuar trunin me gjak, edhe thjesht ato pasoja janë mandej afatgjate. Në rast se administrimi i terapisë adekuate bëhet në mënyrë edhe në kohë
adekuate, atëherë pacientit prapë me vazhdu edhe me jetu normal. Është interesant që imunoterapin që përmenda ma herët, ka raste ku bot imunoterapia në fundim të bledhve. Edhe pacientët gjatë marrjes së imunoterapisë të hermit të bledhve, shumë shpesh kalojnë anafilaks gjatë marrjes. Për shkak që është Sasi e madhe për një. sasi e madhe edhe është shumë i fuqishëm hermi. Edhe kalon anafilaksën, trajtohet apo t'i japet doza tjetër. Derisa realisht organizmi të mësohet në një formë me atë sasi hermi që në rast se ka me ndodh diku në natyrë thumbimi, mos me kalu mon anafilaks. Po në institucione ku është vetë në mbikëqyrje, japet doza imunoterapisë, pacienti kalon anafilaks, te i kalon anafilaksën, japet doza e dytë imunoterapisë. Do të thonë në mbikëqyrje komplet, atëherë arrihet me marrjen e terapisë në kohë reale, atëherë arrihet të më thotë që me te i kalu pas një problem. A kryet kjo procedurë të na? Jo. Cilat janë testet që bëhen për me ditë ai alergjin çfarë do substance dhe a ka lloje të ndryshme, do me thonë testet specifike për secilin alergjen, a bëhen krejt me gjak apo ka edhe lloje tjera? Atëherë, standardi juar për me diagnostiku një alergji është skin prick testi. Realisht testi pikave të cilat njihet te na. Përmes testit skin prick test i i testojmë alergjenet inhalator edhe alergjenet Që vendosur thëmë. po, me pika në dorë. Vendosën alergjenet e caktuar, pasi që pastrohet dora, vendosën alergjenet e caktuar edhe bëhet një shpim shumë i vogël. Edhe pritet për një periudhë 15 deri në 20 minuta. Edhe aty e lexojmë me një herë testin nëse organizmi po reagon ndaj një alergjeni, qoftë inhalator apo ushqimor. Pastaj janë 5 testet. Përmes 5 testeve të cilat vendosen në shpinë, ato zgjasin për një periudhë leximin 48 deri në 72 orë. Vendosen në shpinë substanca të ndryshme kimike, vendosen plasterët edhe pas 48 orëve deri 72 orë bëhet leximi nëse organizmi ju ka reagu ndaj një substance të caktuar ose jo. Por, këto teste nuk është e mundën dhe njëherë me u bo tek persona. Kur janë specifikat e caktuara, kur skin prick testi mundet me u bo edhe kur jo. Tek fëmijët e vegjël, për shkak të një ndeshmërie shumë të madhe të lëkurës, realisht, për shkak që fëmiu nuk ka durimin që me qëndru 15-20 minuta pa i lëviz durt hiç, atëherë janë testet të cilat bëhen përmes gjakut. Përmes gjakut bëhet testi IgE specifike, që mundet me qenë IgE specifike inhalatore, ushqimore, në medikamente të ndryshme, në anestetik të ndryshëm, edhe mandej vrehet domethënë në rast se kemi të bëjmë me një alergji ose jo. Realisht sot test i cili është shumë ma specifik edhe ma i saktë edhe është realisht fjala e fundit, është testi i IgE-s molekulare. Përmes testit të IgE-s molekulare, përmes gjakut i cili bëhet, i gjejmë të gjithë alergjenet të cilët japin edhe reaksione të kryqëzuara, që ceka ma herët. Të është një alergji në pollen caktum, ka me shfaqet e reakcion në ushqim caktum. Dhe përmes IgE-s molekulare, kjo është vetë se hulumtim i alergjisë në nivel molekular. Edhe kjo është domethënë fjala e fundit e cila ne realisht e kërkojmë kur dojmë, edhe për në rast se kemi të bëjmë me sindromën polen orale, sindromën e reaksioneve të kryqëzuara, edhe njëkohësisht në rast se vendosim që një pacient me vendos në imunoterapi. Për shembull, pacienti ka alergji të shumë thjesht, që nën kupton ka në drejtë e lartë, në bari, në shkure, edhe në pluhur. Kashti, përmes IgE-s molekulare na e vlerësojmë baraspeshën se nuk mundemi me vendos pacientin paralelisht në 4 lloj imunoterapive. Atëherë në bazë të një IgE-s molekulare e bojmë baraspeshimin se cila është në shkallë më të lartë, cila është më e rrezikshme. Zakonisht alergjitë në pluhun që shtëpis janë alergji më të rrezikshme. Pse? Pse sistemi jo respirator gjatë krejt vitit realisht është i ekspozum ndaj një alergjeni caktum, edhe është i ngacmum. Edhe në rast se kemi të bëjmë madje edhe përmes testeve, përmes të simptomave, bëhet vlerësimi se në cilën terapi me e vendos. Këto janë testet të cilat janë standarde për me u diagnostiku një pacient në rast se ka ose nuk ka alergji. Përveç IgE-s molekulare tjera ti kom bo krejt. E kom bo edhe këto, e kom bo edhe 5 testi në shpinë. Po e kom vrejt që ato
reagjent që më ka vendosur mu kanë qenë shumë pak në krahasim me sa unë shoh që ka në botë. A ka mjaftueshëm, domethënë Kosovë mundësi që një pacient me shku dhe me u diagnostifiku tamam se unë vazhdoj me menu që personalisht e kam dika në alergji, po që nuk më del kur në analiza. Bazona tek kolli që kom pasur shumë një kohë gjatë edhe se ka një herë reaksionet një t'kur, po domethënë krejt analizat kanë dalë mirë. Unë e kom pa që domethënë se ishe një pacient që ka bu 5 test në Amerikë, i ka shumë flastira aty, të ka shumë, edhe në Kosovë ka pas shumë pak. Realisht, në Kosovë i përdorim panelet standarde që janë në Evropë. Se realisht panelet i marrim prej Evropës, edhe janë diku 20 alergjen që vendosen në test, edhe testi ka kryesisht substanca kimike që munden me u gjetë për shembull në disa gomën. Mundemi me gjetë në rryp, në kpucë, pastaj kemi një materie tjetër mundet me qenë që është në kozmetik. Edhe gjendet në shumë lloje të kozmetikës. Këto janë panele standarde realisht që ne i përdorim në Kosovë. Janë pak, pse një vlen edhe për të alergjia inhalatore. Na i testojmë realisht diku 20 alergjen. E natyri kemi me mira. Po, ka raste kur IgE totale, për shembull, e cila tregon në një formë niveli total të alergjisë në gjak. Edhe kur kemi të bëjmë me një IgE klart, po në anën tjetër në panel respirator ose ushqimor nuk po na del alergji. Atëherë duhemi me mendu që është një alergjen që nuk po gjendet në panelet tona standarde. Në botë ka ma shumë, IgE molekulare teston ma shumë, i teston për 395 alergjen, përmes IgE specifike ka lloje të ndryshme të paneleve, munden me u testu 40 alergjen, 60 alergjen, domethënë të ndryshëm. Realisht, panelet cilat merren sot janë kryesisht bazuar në ushqimet që ne konsumojmë. Se rastet ku kom pa me alergjen për shembull në ushqim 40 alergjen, janë 7 erza të cilat kemi pas pati në herë njëtë me të vuaju. Edhe realisht është veç numër, që nuk ja glen domethënë merit kostën e pacientit për diçka që nuk ka kontakt me të. Kështu që po, të na janë ndoshta ma të pakta panele, po janë panele standarde të cilat i marrin prej Evropës realisht. E përmendëm herët që te fëmijët bëhet ma shumë testimi me gjak. Për shkak që ata nuk e kanë durimin me pri, po sa i përket sigurisë, a janë të sigurta me u apliku testet e alergjisë te fëmijët? Po janë të sigurta pasi që simptomat e një alergjia e ceka që si alergjisë ushqimore ashtu edhe një alergji ajrore munden me u shfaq shumë herët e fëmijë. Ato munden me u shfaq edhe në formë të egzemas, ku që faqeve e nyjeve, pjesa e ryllave mbrapa gjujve, edhe këto realisht egzema mundet me na folë që është një bazë alergjike. Mundet me qenë në vezë, mundet me qenë në qomsh, mundet me qenë në kontakt që po e ka me alergjen të ndryshëm. Edhe përmes gjakut janë shumë të sakta dhe thjesht e diagnostikojmë një fëmijë normal pas një moshe, pas 3 deri në 5 vjeçare që 3 deri në 5 vjeçare. Po bëhet rivlerësimi i qejes. Po gjithsesi edhe testet përmes gjakut tek fëmijët. Bile janë panelet pediatrike të cilat buhen përmes gjakut, është panel pediatrik i cili i ka kombinuar realisht alergjenet inhalatore dhe alergjen ushqimor, të cilat janë edhe japin simptoma më të shpeshtë te fëmijët. Foshnjat deri në 1 vit. Kur imuniteti domethënë tek në 1 vjet fillon me u stabilizu dhe me u formu tamam. Nëse kanë kontakt me një ushqim se i fillojnë ushqimet shumë ma herët, a është rrezikshme nëse ndodh alergjia, meqenëse sidomos nën 6 muaj, se tash ka kështu ushqime që preferohen edhe prej 4 muajve. Antihistaminik s'është mas miri në botë me i përdorë nën 6 muaj. Unë gjithmonë i them ma shumë konflikt, ma mirë të merr antibiotik foshnja në 6 muaj se sa me pas alergji. Çka ndodh nëse ata detyrohen me marrë antihistaminik? Jo, pasi që është... A ka një pasojë mandje? Jo, pasi që japet në dosë shumë vogël edhe në dosë kontrollume. Realisht deri vonë kanë qenë këshillat prej ekspertëve që ushqimet me fillu edhe me sot realisht me u jap deri moshën 2 vjeçare me u provu kiku mjajsi. Sot rekomandohet që ushqimet të fillojnë në moshë sa më të herët të fëmijët.
prej 4, realisht ndonjëherë edhe prej 6 muajve. Pse momente që fëmiu ka kontakt ma të shpesh me një ushqim të caktuar, mundësia që me shfas një alergji është shumë e vogël. Do me thonë organizmi trajnohet. Mundet me trajno. Mësohet me ato. Pse në rast se ti fëmijën ke me bajt deri në moshën 2 vjeçare me një ushqim shumë të kufizum. Moshën 2 vjeçare po ja jep një ushqim shtresë, atëherë organizmi apo sistemi imun realisht i fëmijës ka me njoftë atë ushqim si një armik. Edhe ka me luftu, ka me shfaq një lloj alergjie. Kështu që në momentin që fëmijëve që është rrit edhe është mësuar atë ushqim qysh prej maturimit të sistemit imun të tij, atëherë mundësia që me shfaq një alergji të caktuar ka me qenë shumë e vogël. Edhe sot rekomandimet janë edhe duke qenë se sa më herët me fillu me u testu të gjitha ushqimet tek fëmijët. Edhe veza normal në formë kontrollume, me testime që bëhen çdo 3 ditë që me pa nëse ka, por që të fillohet në moshë sa më të hershme. Qysh funksionojnë antihistaminik? Antihistaminik realisht e përmenda që histamina është mediatori kryesor që lirohet të një alergji, i bllokojnë lirimin e histaminës. Në momentin që bllokohet lirimi i histaminës, bllokohen simptomat, edhe nuk kemi. Antihistaminik përpara realisht kanë qenë terapi që shumë pacient kanë fitu me i marrë. Pse kanë kalu barierën hematoencefalike edhe ka shkaktu përgjumje. Sot, për shkak që ekzistojnë gjenerata shumë të reja të antihistaminikëve, edhe janë shumë të sigurta në marrje, atëherë mirën edhe në mëngjes bile. Po sepse për me të mbrojtë gjatë ditës, që thjesht kalitetin e ditës, obligimet e ditës mos me t'i shmangë. Kështu që për sa ma herët kanë qenë shumë ma të vështira realisht si terapi, sot ato mirën edhe nuk kanë kurfar efekti ansor në organizëm. Normal, gjithmonë në pisqyrjen e mjekut, si mjekut familjar apo specialistit alergologjisë, ato i bllokojnë këto qelizat përgjithëse, mastocitet, bazofilet që me i liru histaminën edhe realisht me i blloku simptomat. Me e thonë shumë anë thjesht ata që dojnë me ditë, antihistaminik janë me menaxhu alergjin, me jetu pak ma normal, me zvoglu intensitetin e simptomave, nuk janë shëruese, edhe në momentin, të me thonë, përveç disa raste natyrale që i përmendë pak ma herët, për ndryshe nuk shërohet, o du të më pajtu që kanë i përdorë këtë kohë, jo me lona anash, unë e di që sa që është një smundje kronike, gjithmonë, thënë, për shembull unë kam intolerancë gluten që nuk e kom bë analizën, po e kom vret vetë, edhe përdori shumë rrallë, po kanë herë thëmë hajt ndoshta sot zë më bën keq. Kështu që e di që ata menojnë jetë hajt ndoshta këtë sezon më ka kalu, po mirë është me menaxhu paraprakisht edhe më marr. Na përmendëm edhe imunoterapinë edhe antihistaminik, po a mundet me kalu me a ka një metodë natyrale që njëri me menaxhu alergjinë sa më lehtë? Realisht sot ka shumë debate që me bana popullore, me terapi të ndryshme, ose me u te kalu. Realisht, jo. Ekspozimi vetëm sa ma i hershëm i fëmijët mundet me bo një maturim të sistemit imunitar. Në momentin që je diagnostiku krejt çka është e nevojshme shkomarrja e terapisë në sezon të cilën e ke një lloj alergjie caktuar edhe vizitat e rregullta. Na realisht e thonë një lloj piramide. Çka mundemi me bo te alergjia? E para është masat e kujdesit që duhet i pas një pacient. Çka në kuptojnë me masat kujdesit është që në rast se ke alergji në polene, rekomandohet që dhoma në të cilën në muaj rrosh shumë herët mëngjes, shumë vonë mbrëmje. Rrobat mos më u tha natyrë, jashtë më po më u tha mbrëmje se polenet ndikojnë. Nëse është e mundshme në periudhën e pikut ditës sot përmes aplikacioneve të ndryshme na mundemi me e monitoru saktë se sa e kemi nivelin e poleneve në vendin ku po rrim. Përmes aplikacioneve me u evitu dalja në pikun e ditës. Çdo mbrëmje rekomandohet që rrobat të cilat i ke pas të veshura me bo dush, për shkak që polenet realisht fluturojnë najr, na nuk e shohim. Edhe në momentin që kam një fluturu najr, kam me au kap në flakën që tekën detulla. Edhe në momentin që na nuk bëjmë tush, nuk i eliminojmë ato, kam me qenë një ngacmus non stop gjatë krejt natës. Masat e kujdesit për polene, masat e kujdesit për pluhur të tjera. E ceka ma herët arushat, të pihat e trasha. Tashi, pika e parë është masat e kujdesit. Pika e dytë është një terapi cilën e japim lokale. Një sprej hundëv,
pika për sy, domethënë janë terapi shumë të vogla, të cilat thjesht i ndihmojnë pacientit që me i zbut simptomat. Është e treta terapia sistemike, që i administrohen qoftë terapi në formë tabletare apo kur ka raste shumë të rënda, për shembull tek astma alergjike, atëherë duhet ndonjëherë me u administruar në formë intravenoze. Dhe e katërta pjesë e piramidës është imunoterapia. Imunoterapia bën realisht me edukim sistemin tonë imunitar, që na kur dalim në aty, simptomat me i pas shumë të vogla. Po me kalu sezonën pa në rast se vetëm keni simptoma, vetëm forma natyrale nuk mundemi. Me qenë se na jetojmë një prej shteteve që kemi ajrin më të ndotur në botë, a ka ndiku kjo në shtimin e numrit të alergjive, me qenë se është një prej alergjeve në kryesore ndotja? A kemi na, nuk e di a ekzistojnë statistika zyrtare, po a kemi na numër më të madh të alergjive që lidhen me ndotjen krahasim me shtetet që nuk e kanë ndotjen kwestion? Realisht po, për shkak që e ceka edhe ma herët prania e sodium shqiptar, prania e grincave PM10, PM2.5 që janë grinca të cilat zjerohen prej gazrave. Prania e ambienteve shumë të mëdha me beton. Ato krejt po na ndikojnë direkt që na sot me pas një kontakt sa ma të vogël me natyrën, me mikroorganizma të cilat realisht janë shumë të shëndetshëm për ne. Edhe në momentin që po bini në kontakt me ta, qoftë udhëtimet e ndryshme, atëherë po njeh organizmi jo si armiq. Kjo ndotje realisht ka ndiku jo vetëm në shfaqjen e alergjive, por ka ndiku direkt në adaptim të sistemit tonë respirator. Sepse ndikon që epiteli i hundës realisht me u dëmtu, me qenë ekspozum gjatë gjithë periudhës, gjatë gjithë kohës në grinca të dëmshme. Polenet e ndryshme janë të ekspozume dhe këto të dyja pastaj për shkak që psojnë ndryshime, psojnë mutacione, bëhen më të ashpra dhe bëhen më agresive. Kështu që ndotja është një prej faktorëve shumë të rëndësishëm që ka ndiku në rritjen edhe në shfaqjen e alergjive, sidomos në Kosovë. Do me thonë trendi është në rritja e shfaqjes alergjive në Kosovë kohëve të fundit. Po. Në krahasim me ma herët. Është përveç ndotjes janë disa faktorë realisht që po ndikojnë në trendin e rritjes të alergjive në Kosovë. Është pak a shumë jeta sterile, është ushqimet e procesuara, qëndrimi për periudhë shumë gjatë brenda ambienteve të mbyllura, marrja jo e rregullt e suplementeve me vitaminë D, efekti i ndotjes, domethënë jo të gjitha kjo është një kaskadë që po ndikon realisht në trendin e rritjes të alergjive në sidomos në vendin tonë. Radio realisht deri vonë është mësuar që me jetu në një bashkësi familjare. Edhe në bashkësi kemi pas gjithmonë kontakt me mikroorganizma me të cilët realisht nuk kanë qenë të dëmshëm, por që e kanë sfidu sistemin tonë imun që me u pjek më shumë. Unë realisht e marr një shembull. E marrim një sportist të arteve marciale, edhe e fusim në një dhomë të izolume ku s'ka asnjë armik. Edhe në momentin që ka me i hy dikush prej jashtit, edhe nëse është miku më i madh, ai është sportist i arteve marciale dhe ka me luftu ndoshta çato. Ta marr parasysh nëse ka me ose jo, e njëjta vlen me sistemin tonë imunitar. Në rast se na kemi me mbajt një fëmijë të izolum, mos me pas kontakt, nuk po them mos me pas higjenë personale, po mos me pas kontakt me mikroorganizma që janë dobishëm për ne. Po me në që po ndërprej dhe që po të thamë, po në që thonë men kanë me të shajt krit në anat e internetit. Se unë i shoj në anat e internetit, edhe në shtatë që të luftën, se unë kom përshtypjen që shqiptarët shumë i përdorin fëmijët për për kur kanë probleme dhe edhe s'dojnë mi thonë direkt të përdorin fëmijën. Edhe që kjo që mundon me ndalu shumë kontaktin me gjyshrit edhe me familjarët e tjerë, për shembull, në kuptimin që unë pëmbroj, i bojnë vetë fish dëm, tu menu që pëmbrojnë, edhe gjithmonë marr shembull thëmë ata prind që shumë kujdesen për higjienën e fëmijëve, ju s'mundon fëmijët tëmë pa. Realisht po se sfidon sistemin e tyre imunitar. Se vlen një fëmijë me gjyshin gjyshe, daj, tezë dhe fara. Përveç që marrin ngrëtësi dashni, ata thjesht kanë meritë për sistemin e tyre imunitar. Ushqimet e procesuara, ushqimet jo të pasura me fibra, mos marrja suplementeve të vitaminës D, pasi që vitamina D sot dihet që është një vitaminë që ka një efekt antiinflamator shumë të madh.
Se hormon realisht, po në popull pak në vlerësojnë për shkak që e quajmë si vitamina, Si pak vitamin. roli, nuk është vitamina A, roli vitaminës D si tjerat, pavarësisht që se ka rolin e vet. Kështu që krejt këto realisht e bojnë që trendi i rritjes të alergjive në vendin tonë po shkon edhe që po rritet edhe ma shumë. A janë mjaftueshëm të ndërgjegjësuar populli jon mbi alergjitë? Atër pacientët janë të vetëdijshëm deri në një masë caktuar, pasi që terapia për alergji, monitorimi i alergjisë duhet bëhet në periodik, në periudha të caktuara. Pse? Sepse nuk ka simptome, nuk është gjendja e pacientit çdo herë e njëjtë. Ndonjëherë është e nevojshme që të administrohet terapi shtesë apo terapia të zvogëlohet. Edhe për këtë na çdo herë i thojmë pacientit, këtë e keni terapi, momentin që kalon sezona ose fillon sezona tjetër ose ju nuk ndjeni mirë, duhet patjetër që të vini edhe të na vizitoni. Ka pacient që e merr terapi, një herë edhe e përdoret për 5 vjet. Derisa arrin në një masë ose në një pikë që duhet thjesht me ushtu shumë terapi. Edhe në momentin se ti ke mjaftu një terapi pak më shumë se sot, pse kaq shumë? Pse ka ndodhur dami që tash duhet me vepru shumë më shumë se sa kishte qenë në mënyrë kontinuele. Kështu që krejt çka na mundohemi mi thon pacientit e ki marrë terapinë. Këtë terapi është 2 javshe, 10 ditë, 1 muaj. Po mbas kësaj duhet bëhet një rivlerësim i gjendjes. Nuk është terapi që ka me të përcjell krejt jetën. Ka me pas momente që kemi me largu krejt, ka me pas momente që kemi me shtu. Kështu që edukimi i pacientëve të na realisht ende nuk është sa duhet, po shpresojmë që thjesht ka me qenë si mesazh që duhet me u bo vizitat e rregullta. Nuk mundet një terapi me të përcjell krejt jetën. Kjo ndodh me krejt llojet e smundjeve realisht, sepse në momentin që ndihen më mirë edhe i ndërprejnë, ose vazhdojnë të njëjtën, po ose i ndërprejnë edhe nuk e marrin parasysh që ti të ndi më mirë pse jetu e marr terapinë edhe në momentin që e ndërprejnë përkeqësohet, më që çudisin shumë me guximin që e kanë me marrë vendime shumë detyrore në kundërshtim me mjekun, persona që janë laik edhe nuk kanë absolutisht bazë mjekësion, sidomos për fëmijë kur marrin vendime. Po duhet edhe një pyetje tjetër me ta që se po ata kanë tash më kujtu. Të ranë pacientat, nanat, kanë shumë dëshirë me kry punë shpejt me fëmin edhe me ja dhon gjitha bana, për shembull mjeku e ka përshkru sirop ose ka përshkru diçka tjetër, tabletë ata ka dhënë palë tjetër me marrë me rrugë inhalatore për shkak që veprimi më i shpejt. A ndikon që janë imunitetin e fëmisë nëse ata dojnë se s'janë me kry punë shpejt? A di qysh terapia shpejt ka përmirësim të shpejt, po jo afatgjatë. Shumë e pranuan për shembull marrjen e një terapive intravenoze, infuzion, pa marrë parasysh çfarë traume ka me kalu fëmiu ose se sa me ja jap një shirup një javë. Kështu që e njëjta vlen edhe për për shembull të problemet e fëmijëve me rrugë respiratore, aplikimin e pompave. Paragjykimet janë qaq të mëdha që e shtyn një nanë me vepru kundër shëndetit fëmijët veç pse paragjykohet prej rrethet. Kështu që këto janë gjithmonë të rëndësishme, edhe qëllimi jam është që kur e kam një nanë përpara, me i eduku që është shëndeti fëmijës tonë prioritare. Duhesh thjesht me e trajtu si duhet në periudhë caktuar. Një infuzion, një terapi intravenoze ka me qenë ndoshta shumë më shpejt në kohë, po jo për periudhë gjatë. Ma mirë është me trajtu për afatgjatë, po dikosisht edhe afatgjatë ka me pas përmirësimet edhe thjesht nuk kemi me leju që smundja me progredu në një gjendje të pakthyeshme. Kështu që tena është shumë realisht si nanat, si paragjykimet e rrethit që ndikojnë thjesht në vendimet që kanë me marrë edhe nanat për fëmijët e tyre. Greta, edhe në fund bisedës tonë, edhe për fund, dasha me ditë a kina i këshillë që kështë dash me një dhonë shikuesve tonë. Po për kthejna prap prej fëmijëve, leni fëmijët me lujtë natyrë. Leni fëmijët me u përballë, me e stimulu sistemin e tyre motorik. Adoleshentë, sidomos, e kemi problemin e konsumit të ushqimeve të procesume. Jo ushqimet procesume, ushqimet pasura me fibra, ushqimet pasura të fermentume. Ajo e ngritë sistemin tonë imunitar, marrja vitaminës D. Gjithashtu jo përdorimi i sapunëve, i shamponëve shumë të egër, realisht të cilët po e damtojnë barierën tonë.
të kurrës që realisht është një mbrojtje e organizmit tonë ndaj atyre patogjenëve. Edhe vizitat e rregullta duhet bëhen gjithsesi. Për ndalimin progresiv të një sëmundje të pakësyeshme mundet me ndodhë në faza shumë t'hershme, në rast se na kemi me u trajtu si duhet edhe kemi me marrë këshillat e duhura. Kështu që vizitat e rregullta, menaxhimi i jetës, cilësisë të jetës tonë, këto janë që duhemi patjetër ne për me ndru edhe për me e pas një cilësi sa më të madhe të jetës. Greta, faleminderit shumë që ishe sot me neve edhe që i ndave krejt të këshilla shumë të vlefshme me krejt shikues tanë. Shpresoj dhe shpresoj që kemi me u pa prap. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte ime. Faleminderit edhe juve që ishit me ne edhe në këtë epizod të radhës të Klowcast. Episodin e plot mund ta ndiqni çdo të ajte në kanalin Klowcast në YouTube. Deri në episodin e ardhshëm, shëndet për ju dhe familjet tuaja.